Mbrëma të gjithëve drejt për drejt nga studio qendrore lajmeve këtu në Top Channel. Shohim bashkë titujt kryesor. 5 persona u plagosën gjatë përplasjes me armëzjarri mes dy grupeve të rinj. Ngjarja u shënua në rrugën e Kishës së Laçit, ku plumbat kapën edhe një grua të pafajshme që shiste qërin për pelegrinët. Të plagosurit ndodhen tek trauma, ku 2 prej tyre janë në gjendje të rëndë. Nëse pas zgjedhjeve do të ketë një arsye për të kontestuar rezultatin, ajo mund të jetë vota e diasporës. Të dyja partitë e mëdha kanë pretendime dhe bëjnë përgjegjëse postën që po shpërndan votat. PD ka akuza edhe ndaj PS-s. Socialisti Edi Rama ishte në Sarand pas dite ku premtoi riinvestim për ujin. Ai shpjegoi se është shtuar numri i konsumatorëve edhe për shkak të turizmit, ndaj është i nevojshëm një investim i ri për rrjetin e ujësillësit në këtë qytet. Sali Berisha ishte në qytetet e qarkut të Elbasanit, i shoqëruar nga drejtuesi politik Tomo Ralizoti, i cili e vijoi sfidën për të ngrënë të gjallë. Të herë ju drejtua kryeministrit, ndërsa Berisha komentoi takimin elektoral të Ramës që bëri në Dibër, ku mori pjesë dhe Noizi, duke vendosur paralele me Kamala Harris. Laburistët e drejtuar nga Anthony Albanese fituan zgjedhjet në Australi ndaj liberal nacionalistëve të Peter Dutton, i cili pranoi se nuk ishte siç duhej në këtë fushat. Kujtojmë se pak ditë më parë, gazetarë që hiqeshin si përfaqësues partijak i shkëputën Chris Leasivitas deklarimin se kishte qenë në Australi për të ndihmuar partinë e Peter Dutton. Presidenti serb Aleksandar Vučić u shtrua në spitalin ushtarak në Beograd, ai ndërpreu vizitën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do të takohej me zyrtarë të lartë, përfshirë dhe presidentin Donald Trump, duke u kthyer me urgjencë në Serbi. Pesë persona u plagosën gjatë përplasjes me armëzjarri mes dy grupe të rinj. Ngjarja u shënua në rrugën e Kishës së Laçit, ku plumbat kapën edhe një grua të pafajshme, e cila shiste qërinj për pelegrinët. Pamjet e kamerave të sigurisë kanë identifikuar 2 autorët e ngjarjes, njëri prej të cilëve është plagosur gjatë shkëmbimit të zjarrit. Të gjithë personat e lënduar u transportuan drejt Tiranës në spitalin e traumës, ku 2 prej tyre janë në gjendje të rëndë. Një ngjarje e rëndë u regjistrua mesditën e sotme në Laç, ku mbetën të plagosur 5 persona. Sipas burimeve dyshohet se disa të rinj patën një konflikt qasti në rrugën që të çon për te Kisha e Shnandout në Laç, ku pati dhe shkëmbim zjarri mes tyre. 4 prej të rinjve mbetën të plagosur, e po ashtu plumbat prekën edhe Angelina Gjezajn, e cila shiste qërin në këtë tavolinë që ndodhet në anë të rrugës. Pas më shumë se 2 orë nga ngjarja e rëndë ku mbetën të plagosur 5 persona, ky është momenti kur agjentët kanë gjetur edhe armën, e cila dyshohet se u përdor në këtë plagosje. Arma është gjetur vetëm pak metra më tutje në vendin ku ndodhi ngjarja, e hedhur në një pellg me ujë në anë të rrugës. Pamjet e kamerave të sigurisë kanë zbardhur edhe dinamikën e plotë të ngjarjes. Grupi hetimor ka arritur të zbulojë se në këtë ngjarje janë 2 autorë të dyshuar. Daniel Gjelosha, i cili po ashtu mbeti i plagosur, dyshohet të jetë njëri nga autorët të ngjarjes së rëndë, ku ndalimi i tij është bërë tek spitali i traumës, ku ju gjet dhe arma tjetër e krimit. Ndërkaq policia po vijon kërkimet për të bërë të mundur arrestimin e autorit të dytë të kësaj ngjarje të rëndë që tronditi Laçin mesditën e sotme. Për Top Channel, nga Laçi, Brigjilda Deda. Shembja e një masivi dheu gjatë punimeve në fabrikën e pasurimit të kromit në Burrel ka zënë poshtë drejtuesin e një fadrome bashkë me mjetin. Policia njofton se ai po punonte për gërryerjen e një rezervuari kur ka ndodhur shqitja e dheut. Shërbimet e policisë dhe ekipet e urgjencës kanë britur në vendngjarje dhe po punojnë për gjetjen e drejtuesit të mjetit, i cili ishte i punësuar nga kompania kineze që ka në aktivitet me qira fabrikën e pasurimit të kromit.
Ky është Top Channel. Kanë mbërritur tashmë 131.000 zarfe me votat e diasporës nga 246.000 emigrantë që u regjistruan në total për të votuar në zgjedhjet e 11 majit. Votimi për herë të parë i diasporës ka shfaqur disa probleme dhe si socialistët ashtu edhe demokratët bëjnë përgjegjëse postën, por ndërkohë demokratët kanë pretendime edhe ndaj socialistëve për manipulime me votën e emigrantëve në Greqi. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike bashkohen në një pikë. Faji për problematikat dhe vonesat në shpërndarjen dhe kthimin e fletës së votimit të diasporës është i postës private. Për shembull, posteri ka refuzuar në shumicën e rasteve që të shkojë ta rimarrë zarfin, siç është në detyrim kontraktor, në fakt që ata e kanë. Që në zonat të largëta DHL-ja vet nuk ka dek, e ka deleguar veprimtarinë disa postave vendase. Këto posta vendase sërish nuk e kanë kryer si duhet shërbimin. Për sa kohë që ne flasim që DHL-ja është ajo që është kontraktuar për ta kryer shërbimin, sigurisht përgjegjësia është e saj. KQZ-ja ne e kemi denoncuar dhe vazhdojmë ta themi dhe bëjmë apel të ngrej zërin, të bëj presionin e duhur tek DHL-ja, te nën kontraktori i saj për cilën ata paguhen nga taksat paguesit shqiptar, që të zbatoj me përpikmëri rregullat, ligjet dhe protokollet e vendosura, sipas rregullave që kemi rënë gjithë dakord. Themra e akilit e votimit nga jashtë mbetet shteti fqinj grek, ku postieri nuk ka vajtur për të tërhequr mijëra zarfe. Rasti i Kretës përplasi përfaqësuesen ligjore të Partisë Socialiste në KQZ, Elena Gjina, me kolegun e saj demokrat Franci Nuri, i cili akuzon socialistët se po fusin duart në votat e diasporës përmes OJF-ve që i mbështesin. E dëgjoj të artikuluar vetëm tani se kam dëgjuar, por në fakt që është isharake ta mendosh të gjithë. Është një lloj shate që ka zgjedhur të bëjë Partia Demokratike, se qëndron asnjë për këtyre pretendimeve, se sigurisht nëse do ishte marrë madhe nga komisioneri sigurisht, por do kishte filluar dhe një çështje penale për këtë gjë. Që patjetër që do të ketë kallëzime. Nuk mundet që të bëhet ditën për diell thirrje që hajdeni të shtunë apo dielën, merrni votat në filan zonë apo në filan OJF. Patjetër që ka krim zgjedhor aty dhe do duhet të kishte nisur hetimi qoftë dhe nga indicet që janë vënë dispozicion nga ana e SPAK-ut dhe nga prokuroritë e rrethësh. Por a e deformojnë rezultatin zgjedhor pa rregullsitë e shënuara? Në masën që jemi informuar ne deri tani nuk është se përbën cënim të integritetit të zgjedhjeve. Do të keita thosha këtë dhe nuk kemi para këtij fakti. Mendoj që këto raste cënojnë në një farmasë integritetin zgjedhjeve, do të shihen në tërësinë e tyre, se sa do të jetë impakti. E ndërsa ka nisur numërimin prapsht, rreth 131.000 zarfe kanë mbritur në Shqipëri, ndërsa 20.000 votues nga jashtë nuk e kanë marrë ende fletën e votimit në dorë nga posta. Socialistët ishin ndër të parët që shprehën shqetësimin për votën e emigrantëve, veçanërisht në Greqi ku ka pasur vonesa nga ana e postës. Taulant Balla është rikthyer në Athinë për këtë herë për të nxitur votuesit e Partisë Socialiste që të shkojnë direkt në zyrat e postës për të votuar. Në një prej këtyre zyrave ishte edhe korrespondenti i Top Channel në Athinë, Artur Bibe. Ju votuat? Po. Si ishte procesi? Shumë okej, shumë rregull. Ju erdhi zarfi? Po. Do erdha këtu. Erdhët e kërkuat këtu, po? Çdo gjë në rregull. Sa minuta? 2 minuta, sa do të shofa, mbaroj fund. Ky është një nga emigrantët shqiptar në Athinë, të cilit vota nuk I mbërriti në shtëpi dhe ju përgjigj thirrjes për të paraqitur vetë pranë zyrave të postës për të plotësuar votën. Në Greqi po shfaqen edhe problemet më të mëdha me votimin e diasporës, probleme të cilat kanë shqetësuar të dyja partitë më dha. Ndërsa demokratët e shprehen shqetësimin në KQZ, socialistët janë angazhuar në terren për të I bërë thirrje votuesve të tyre që të shkojnë në zyrat e postave që shpërndajnë votat dhe t'i kthejnë po vetë. Në një nga këto zyra ishte këtë të shtunë edhe I deleguari socialistëve për diasporën, Ministri Taulant Balla. Dua ta nënvizoj këtu nga një nga pikat e DHL-s se tani më procesi ka hyrë në atë normalitetin e vet. Siç jemi informuar dhe nga Komisioni Zgjedhor I Zgjedhjeve, ka një numër diku ke 6-7.000 fletë votimi ende të pashpërndara, por që unë shpresoj që dhe ato do të shpërndahen për ta përmbyllur të gjithë procesin në Greqi dhe në të gjithë botën, kudo që janë shqiptarët dhe kudo që janë ata që u regjistruan për të marrë pjesë në këto zgjedhje. Kryesocialisti Edi Rama ishte në Sarand pasdite, ku premtoi riinvestim për ujin. Ai shpjegoi se është të shtuar numri konsumatorëve edhe për shkak të turizmit, ndaj është I nevojshëm një investim I ri për rrjetin e ujësillësit në këtë qytet.
Kreu socialist Edi Rama zhvilloi takimin përmbyllës në qytetin bregdetar të Sarandës me sloganin drejt finishit për Shqipërinë në 2030 në Bashkimin Evropian. Pas fjalës së kandidatëve për deputet, kryesocialisti ju drejtua të pranishmëve, mes tyre edhe turist kureshtar. Ajo që ka ndodhur është që ndërkohë që në zonat e tjera uji i pishëm është shumë më mirë dhe përgjithsisht stabilizuar, në Sarandë ka ndodhur që në ndërkohë që u bë gjitha investim, janë bërë shumë më tepër investime në anën tjetër, pra është shtuar shumë më tepër numri i konsumatorëve. Ne nuk kemi asnjë rrugë tjetër përveç se të riinvestohemi për të bërë një investim të veçantë, specifik, madhor për gjithë këtë zonë. Bashkimi Evropian është një shtëpi të pasurish që nuk e mban derën hapur çdo ditë, tha Rama, i cili antarësimin e vendit në BE e ka bastin e tij më të madh politik. Bashkimi Evropian është një shtëpi të pasurish. Nuk e mban derën hapur çdo ditë. Ajo derë rimbyllur dhe hapet kur të tërë ata 27 antarë që janë brenda bien të tërë dakord që të hapin derën. Dhe e hapin derën jo vetëm kur ti troket, se ti mund trokatësh sa të duash, por kur ti e gati dhe ata brenda kanë interesin e tyre që ti të hysh brenda, që do thot nga një anë kanë krijuar besimin, kanë krijuar respektin dhe e kanë bërë vlerësimin që ka ardhur dita që ta japin ty shansin një tysh brenda. Ndërsa Sali Berisha ishte në takime elektorale në qytetet e qarkut Elbasanit, i shoqëruar nga drejtuesi politik Tomor Alizoti, i cili e vijoi sfidën për t'u ngrënë të gjallë. Këtë herë ju drejtua kryeministrit, ndërsa Berisha komentoi takimin elektoral të Ramës, që bëri dje në Dibër, ku mori pjesë dhe Noizi, duke e vendosur paralele me Kamala Harris. Partitë politike kanë nisur sprintin e fundit drejt parlamentareve të 11 majit, por fushata elektorale po mbyllet pa një debat politik mes kundërshtarëve. Sali Berisha nuk heq dorë nga ftesat e dërguara në adresë të Edi Ramës, edhe pse refuzohet. I kërkohet vi të ballafaqohet. Refuzon. Po pse refuzon? Sepse del hajdut para jush. Nuk thot dot një fjalë ku janë 130 milion euro. Nuk justifikon dot kur sarajat e tij Surel. Nuk justifikon dot kur 225.000 metër katror tokë në Gjipe, pas një dokument kadastral, me falsitet. Edi Ramën e sfidoi edhe Tomor Alizoti, i cili nuk ka hequr dorë nga kërcënimet e tij. Ja ku e ka doktorin kryetar e partisë, le dalin debat. Po deshin le dalin me mua, se u kam qef të haj gjallë. Edhe ju që dilni merrni vota për çunën e Kristaqit, duhet dini një gjë, që ai e ka në genetik, e ka të trashëguar që i ha shokët e vet. Do t'ju haj edhe juve. Por Rama duket se nuk e ka në plan të debatoj as me Tomorin dhe as me doktorin. Tallet me ju, tallet me shqiptarët, merr daullën, i bie daullës. Gjen dhe Noizin, me Lamborghini Noizit, po Lamborghini Noizit nuk është pensione. Lamborghini Noizit nuk është rroga. A i takzoj, po që pun ka pensionisti me te, apo si ta mashtroj. Historia ka qene hidhur, edhe Kamala mori të gjithë Hollywoodin me vete, po përfundoj atje ku e meritonte. Të njëjtat akuza që bëri përballë demokratëve të Peqinit, Berisha i përsëriti edhe në Gramsh, ku i siguroi se zgjedhjet do të jenë nën lupën e ndërkombëtarëve, pas rezolutës së partive popullore.
Në Australi kanë fituar zgjedhjet laboristët e drejtuar nga Anthony Albanese përkundër liberal nacionalistëve të drejtuar nga Peter Dutton, i cili pranoi se nuk ishte siç duhej në këtë fushat. Kujtojmë se pak ditë më parë, gazetar që hiqeshin si përfaqësues partijak i shkëputën Chris Lasivitas deklarimin se kishte qenë në Australi për të ndihmuar partinë e Peter Dutton. Anthony Albanese, kryeministri me baba italo-shqiptari i Australisë, triumfoi në zgjedhjet parlamentare të konsideruara si një moment kyç për politikën aktuale të vendit. Rezultatet paraprake të votimit shkojnë në favor të tij dhe Partisë Laboriste të drejtuar nga Albanese, edhe pse nuk dihet ende nëse ka arritur të sigurojë shumicën e nevojshme për të formuar e vetme qeverinë e re. Kjo pasiguri, nënvizon BBC-ja, e lë të hapur mundësinë për negociata me forca të tjera politike, përfshirë partitë e vogla dhe kandidatët e pavarur, për krijimin e një koalicioni qeverisës. Të dhënat fillestare lën të kuptohet se laboristët kanë arritur të përfitojnë nga një zhvendosje e ndjeshme e votuesve në nivel kombëtar, duke marrë mbështetje të gjerë në disa zona kyçe dhe duke lënë pas koalicionin konservator liberal nacional, të udhëhequr nga Peter Dutton. Teksa numërimi nuk ka përfunduar plotësisht, Albanese ka shumë gjasa të kthehet në kryeministrin e parë që fiton një mandat të dytë që nga John Howard në 2004. Opozita tashmë ka planuar humbjen. Nuk ishim mirë sa duhet gjatë kësaj fushate, u shpreh Dutton, që shtoi se merr përgjegjësi të plot për këtë fakt. 62 vjeçari Albanese e ka paraqitur veten si një njeri me dorë të hekurt për udhëheqjen e Australisë, përmes një periudhe turbulencash globale të ngarkuar edhe më shumë nga lufta e tarifave të Donald Trumpit. Shefi fushatës së këtij të fundit, Chris Lasivitas, i cilësuar shpesh si njëri prej arkitektëve të triumfit të republikanëve në presidencialet e 2024-s, pretendoi 2 ditë më parë se kishte bërë një vizitë jo zyrtare në Australi për të këshilluar Partinë Liberale atje përpara votimit, por vetë Dutton, i cili humbi zgjedhjet, e pati mohuar për fshirjen e tij. Dështoi për herë të 10 prova për të vënë në funksion Parlamentin e ri në Kosovë. Në seancën e kuvendit, vetëvendosja nuk gjeti as votat për të ngritur një komision votimi. Seanca është shtyrë për javës tjetër. Ka dështuar edhe në përpjekjen e 10 konstituimi i kuvendit të Kosovës. Kryesuesi Avni Dehari e nisi seancën me propozimin e njëjtë si herën e shkuar, votimin e fshehtë, për çka kërkojnë nga partitë që deri tani kanë qenë në opozitë të propozojnë anëtarët e komisionit. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memri Krasniqi, e shfrytëzoi foltorën e kuvendit për të shprehur paqënaqësinë e tij me punën e kryesuesit, e kjo çoi në ndërprerjen e fjalës së tij nga ky i fundit. Ju lutem, nuk ka diskutime, nëse keni të propozoni kandidatin, nëse jo atëherë detyrohem ta ndërpres. Mos e bëni cirk këtë kuvend qytetarëve të popullit vendit tonë. Mikrofonit ndalet. Lidhja Demokratike e Kosovës po ashtu mbajti qëndrimin e njëjtë për mos propozim të antarit e kërkoi të kalohet radha. Ndërkohë lista serbe që shfrytëzoi foltorën për të dhënë qëndrimin e tyre, deputetët e lëvizjes vetëvendosje brohoresnin ec duke kërkuar largimin e tyre. Avni Dehari e hodhi në votim komisionin për votimin e fshehtë në mungesë të numrave, nuk u miratua duke quar në ndërprerjen e seancës, e cila do të vazhdoj pas 48 orëve. Më pas PDK, LDK dhe AAK denoncuan sjelljen e kryesuesit të seancës dhe lëvizjes vetëvendosje duke potencuar po ashtu se nuk e votojnë Albulena Haxhiun për krye parlamentare. As herën e parë, as herën e 10, as herën e 100 nuk ka lënë Albulena Haxhiu. Është shkelje ligjore dhe kushtetuese ndryshimi i mënyrës së votimit në proces. Të në taktika të lëvizjes vetëvendosje që po keq përdorin pozitën e kryesuesit. Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje akuzon partitë e tjera për kundërshtimin e votimit të fshehtë. Ose koalicioni fitues e bën qeverinë, ose opozita bën qeverinë së bashku me listën serbe. Këto janë 2 koalicionet e mundshme, nuk ka koalicione të tjera. Kuvendi i Kosovës ka nisur seancën e konstituimit që nga 15 prilli, e blokada është tek zgjedhja e kryeparlamentarit. Lëvizja vetëvendosje ka propozuar Albulena Haxhiun që nuk gëzon mbështetjen e partive të tjera. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Prishtinë.
Donald Trump ishte më i qartë sot në lidhje me procesin e zgjedhjes së Papës që nis më 7 maj në Vatikan. Presidenti amerikan ka shpërndar një foto të tij i veshur si pap. Vetëm pak ditë përpara konklavës që do të zgjedh pasuesin e Papa Franceskut, presidenti amerikan Donald Trump u shfaq në rrjetet sociale me veshjen e kreut të Kishës Katolike. Fotomontazhi u publikua nga llogaria zyrtare e Shtëpisë së Bardhë pas çakas që vetë kreu i administratës amerikane bëri disa ditë më parë, kur tha se ai do të ishte zgjedhja e tij e parë për postin e liderit të 1.4 miliard katolikëve të botës. Të njëjtin imazh Trump e shpërndau dhe në profilin e tij në Truth Social. Në 7 maj nis konklava apo procesi për zgjedhjen e pasardhësit të Papa Franceskut. Kardinalet do të marrin pjesë në një merr solemne në Bazilikën e Shën Pjetrit, pas të cilës do të mblidhen në Kapelën Sixtine dhe përmes votimit të fshehtë do të mund të votojnë për zgjedhjen e Papës së ri. Papa Francesku, 88 vjeçar, ndroi jetë në 21 prill pas një goditjeje në tru. Vitet e fundit ai ishte përballur me probleme shëndetësore, ndërsa në muajt e fundit të jetës ishte shtruar në një spital në Rom për shkak të pneumonisë së dyfisht. Emërimi i një pape mund të bëhet vetëm nga kardinalet. Sipas të dhënave të Vatikanit, nga 252 kardinal, 135 prej tyre janë kardinal votues në moshën 80 vjeçe, teksa 108 nga këta kardinal me të drejtë vote ishin emëruar nga Francesku, 22 nga paraardhësi i tij Benedikti i 16 dhe John Pali i 2. Gjermania e shpalli AFD-n si ekstremiste dhe kërcënim për kushtetutën, por ky vendim është kritikuar nga sekretari Marco Rubio, gjë që solli edhe reagimin e Berlinit. Të ndjekim. Nuk është tirani, por demokraci. Ky ishte mesazhi që Ministria e Jashtme gjermane lëshoi për veshët e Departamentit Amerikan të Shtetit pas kritikave të kreut të tij Marco Rubio në vazhdon e klasifikimit të AFD-s si organizat ekstremiste e djathtë nga ana e zyrës për mbrojtjen e kushtetutës. Ky vendim është rezultati një hetimi të plot dhe të pavarur për mbrojtjen e kushtetutës tonë dhe të sundimit të ligjit, nënvizohej në reagimin e ministrisë. Rubio foli më herët për një tirani të maskuar, teksa shkroi në platformën X se Gjermania sapo i dha agjencisë së saj të shërbimit të inteligjencës kompetencat e reja për të mbikëqyrur opozitën. Ministria e Jashtme gjermane theksonte në përgjigjen e vet se fjala e fundit do t'i lihet gjykatave të pavarura. Ne kemi mësuar nga historia jonë se ekstremizmi i krahut të djathtë duhet të ndalet, ishte komenti i saj. Administrata Trump nuk e ka fshehur afërsinë me AFD-n, çka u pa qartë edhe nga mbështetja që bashkëkryetaria e kësaj partie Alice Weidel mori gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet e 23 shkurtit nga këshilltari i Trumpit Elon Musk dhe vetë zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance. Pas klasifikimit të kësaj partie si ekstremiste të djathtë, Vance shkroi në X se AFD-ja është partia më popullore në Gjermani dhe se burokratët po përpiqen ta shkatrojnë. Masku gjithashtu u shpreh po përmes të njëjtës platformë se ndalimi i AFD-s do të përbënte një sulm ekstrem ndaj demokracisë. Presidenti serb Aleksandar Vučić u shtrua në spitalin ushtarak në Beograd. Ai ndërpreu vizitën në Shtetet e Bashkuara ku do të takohej me zyrtar të lartë amerikan, përfshirë këtu edhe presidentin Donald Trump, duke u kthyer me urgjencë në Serbi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është shtruar në spitalin ushtarak në Beograd këtë të shtunë, raportojnë mediat serbe. Vučić ishte sëmur gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara, duke bërë që të ndërpriste vizitën. Ai ishte kontrolluar nga mjekët dhe pas kontrollit kishte vendosur të kthehej në Serbi, sipas transmetuesit publik serb. Gjatë qëndrimit në SBA, Vučić u takua me ish kryetarin e New Yorkut, Rudy Giuliani. Ai do të takohej me disa zyrtar të lartë të Partisë Republikane para se të ndërpriste vizitën në SBA. I dërguari i presidentit amerikan për misionet të posaçme, Richard Grenell, i ka uruar shërim të shpejtë presidentit Vučić, pasi udhëheqësi serb ndërpreu vizitën papritur. Në një postim në X, Grenell po ashtu ka shprehur keqardhje që nuk ka mundur të takohet me udhëheqësin serb. Sipas agjencisë Tanjug, Vučić u sëmur teksa po përgatitej për takimet me kongresist amerikan. Vizita e Vučić në SBA u zhvillua disa ditë para se ai të marrë pjesë në ditën e fitores në Moskë, më 9 maj. Kjo vizitë e tij në Rusi është kritikuar nga Bashkimi Evropian. Serbia, që ka raporte të mira me Rusin, deri më tani nuk ka vendosur sanksione ndaj Moskës për shkak të pushtimit të Ukrainës. Bashkimi Evropian disa herë ka bërë thirrje Serbisë, shtet që synon të antarësohet në blok që të harmonizojë politikën e jashtme me atë të Brukselit.
OpenAI ka dhënë jetë projektit kontrovers të skanimit të gjithë njerëzve të botës nëpërmjet syrit dhe krijimit të një regjistri me identitet digital. Në shkëmbim merret kriptomoneda WorldCoin, 26 milion persona e kanë pranuar. Ferma e kafshëve e George Orwell është rikthyer në skenën e teatrit kombëtar. Nën regjinë e Driada Dervishit, shfaqja ndërthur të gjithë elementët përfshir këtu këngën dhe kërcimin. Ferma e kafshëve, një përshtatje e alegorisë të famshme të George Orwell që flet për pushtetin, manipulimin dhe shpresën. Rikthehet në skenën e teatrit kombëtar në regjinë e Driada Dervishit. Mesazhet që përcjell vepra e botuar në Angli 80 vite më parë, mbeten po aq të freskëta dhe sot. Alegoria e një pushteti i cili degeneron në moment që qëndron më gjatë se sa duhet, besoj që sjellin sa universalitetin e kësaj pjese, sigurisht që vjen edhe shumë aktuale dhe mbetet e tillë edhe në Shqipëri. Të gjithë janë të barabartë, por disa janë më të barabartë se të tjerët. Komedia satirike e Orwell trajton vullnetin për pushtet dhe në nshtrimin e masës ndaj pushtetit. Përçon mesazhe të jashtëzakonshme, sidomos i çik edhe për popullin tonë që e kemi shumë kollaj të rrëshkasim nëpër diktatura. Të gjitha revolucionet nisin me ide të mëdha, por çfarë ndodh më pas? Sa ndikon pushteti në korruptimin e individit? Është një kënaqësi shumë e madhe që rikthehet përsëri në një kohë të çuditshme përpara zgjedhjeve. Dhe kam bindjen e plotë që të gjithë ata që do vinë ta shohin, do të bëjnë një reflektim se si do të votojnë. Kjo është një pamflet shumë i rëndësishëm satirik që tregon punën e individit në raport me pushtetin. Në këtë shfaqje regjizorja ka ndërthurur të gjithë elementët, përfshirë këngën, kërcimin apo etydet koreografike. Një dinamik që të mbërthehen gjatë gjithë mbrëmjes. Në një moment je pul, në tjetrin derë, në tjetrin je kal, për shembull me këtë shallin, duke e përdorur dhe duke e vënë në kokë, ne e kthehemi në pula, në gjela. Dhe me anë të këtyre kafshëve ne japim fatkeqësinë e njerëzve. Një derkuc i cili Driada e ktheu në derkuce, për të dhënë atë të sekretarës partisë, cila del nga grupi si ajo që i kupton pushtetarët dhe ndërkohë është ndërmjetësi mes popullit, kafshëve dhe udhëheqësve. Pas kësaj fundjave, Ferma e kafshëve me një kast të përzgjedhur aktorësh fton ardashësit sërish në teatrin kombëtar në datat 8, 9 dhe 10 maj. Dhe ishte gjithçka për edicionin tonë të mbrëmjes këtu në Top Channel. Ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen. Mirupafshim bashkë. Mirupafshim.